Pra, teleshikues të nderuar, pas atmosferës me Adnan Dacin edhe me Agimin, po ashtu edhe promovimin e videoklipit të Hysniut, në radhë është një deputete, apo një politikane, një femër, një grua, shumë e suksesshme. Po mbi gjitha, nëse shohim se unë për herë të parë, ku kam dalë në televizion, është në emisionin e saj, kam nderin dhe kënaqësinë sot ta kem në një kafe me mamën Ermira Mehmetin. Ermira, mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën, Bibu. Të dëshiroj ty punë të mbarë, dëshiroj punë të mbarë dhe sukses të televizionit 21 në Maqedoni. Faleminderit shumë, Ermira. Unë për herë të parë, do me thënë një e para politikane që në emisionin Një kafe me mamën, edhe pse janë mësu të jenë krejt artista, futbolista, artit, po pse jo, do të marim edhe politikan. Besoj se edhe ju jeni lodhmo me deklaratat lidhje politikës, lidhje me hallet e njerëzve, problemet e shtetit, kështu që pim kafen edhe të mësoj më shumë për deputetet jashtë ase politikës. Në fakt më paraqet kënaqësi kur shkoj dhe jam mysafire dhe edhe në emisione jo politike. Unë jam rritur në një atmosferë krejtësisht jo politike në fëmijërinë time. Jam marrë me artë, do me thënë jemi një familje artistësh, për herët tek ne në shtëpi është folë për kulturën, është folë për si me thënë problemet të ndryshme shoqërore. Edhe naturisht pastaj me rritje, me kalimin e viteve dhe politika ka zënë vendin e vetë, po gjithsesi se për herë kam kënaqësi që t'jem mysafire në emisionet cilat jo gjithmonë dominon politika si temë. Ermira, më thuj se si e kujtoni fëmijërinë tuaj? Se pak më herët e cekët se gjithmonë je rrethu me artë, me kulturë. Fëmijëria ime, ne jemi 3 fëmijë, jam unë dhe kam 2 vëllezër, Ermali më i madhi, Zamiri i dyti. Jemi familje shkupjane, do me thënë të rritur në Shkup, nana kam gjakovare, babën që sjeton më është i ndjerë shkupjan. Një familje tipike, do të thosha unë qytetare, e cila, si më thënë, është ballafaqu me të gjitha ato probleme dhe vështirësi me cilat ballafaqohet se cila familje shqiptare në Maqedoni, në veçanti në Shkup, deri në arritjen apo në realizimin e ndoshta qëllimeve të tyre si prindër në raport me ne. Unë dhe Ermali kemi shkuar në shkollë të muzikës si të vegjël, të dytë kemi luajtur violin. Ermali sot është një violinist i diplomuar, ndërsa unë kam ndryshuar drejtimin tim. Po shojmë edhe fotografitë pra thavi? Fazat e ndryshme, ja këto janë një nga pasionet e mia. Kjo është gjatë qëndrimit tim në Amerikë vitën e kaluar, bashkë me nënën dhe me djalin tim. Djali. Do me thënë një familje shumë tipike, por po ashtu një familje do të thosha unë me prindër relativisht ambicios, të cilët janë përpjekur me mundësitë e tyre që neve si fëmijë të na nxjerrin në sipërfaqe dhe të na udhëzojnë se si të ecim apo të marrim hapat e jetës. Nuk ka qenë e lehtë, po ka qenë goxha kështu sfiduese. Po je ndjerë e diferencuar për faktin si je rritur me 2 vëllezër? Po, si jo, për shkak se unë nuk kam pasur privilegjin e të qenit vërtet një vajzë hasreti. Zakonisht janë fëmijët e hasretit kështu të vastuar edhe pak më, po them unë, të privilegjuar. Përkundrazi unë kam qenë shtylla apo boshti kryesor, rreth të cilit janë rrotulluar vëllezërit apo të cilët i ka balansuar. Jam njëtë ashtu edhe unë. Do me thënë e ke parasysh. Kështu që nuk ka qenë ndonjë privilegj shumë i madh, edhe pse natyrisht ka patur momentet e veta shumë të bukura në raport me si është ai raporti gjithmonë specifik mes bijes dhe të atit. Baba im ka qenë mbështetësi im kryesor, frymëzuesi im më i madh dhe figura e cila, si më thënë, më ka drejtuar apo më ka orientuar në jetën time. Po e ndje mungesën e një motre? Gjithmonë e kam ndjerë dhe e ndjej, në veçanti kur kam qenë e vogël, sepse logjika më thoshte ndonjë kështu logjik fëminore se një vajzë duhet ta ketë një motër dhe unë nuk e kisha.
Po të gjejnë një njëjtën gjë edhe unë më mungon sa herë të kem një motër, edhe pse jam e rrethuar me shumë shoqëri të madhe, po ke pas ndonjë shoqe të ngushtë që ke thënë motër nuk kam, po shoqyre kam këtë. Koncepti I shoqeve të ngushta në jetën time nuk është, si me thënë, tipik, sepse unë shumë herët kam nisë të merrem me gjëra shumë serioze dhe shumë të vështira. E para njerë kam qenë, si që thash, shtylla e shtëpisë për më tepër arsye. Shumë herët në shkollë të mesme në vitin e parë gjimnaz, baba janë është sëmur rënd. I pësoj disa sulme apo infarkte gjakderdhje në tru dhe ajo e bëri që faktikisht të paralizohet. Vllai im I madhi ka situatat e tij të cilat opinioni një dhe nuk dua t'i komentoj më shumë dhe këto lloj sfidash mua më kanë ngarkuar ndoshta më shumë se një vajzë tipike adoleshente në rrethin ton, po jo vetëm këtu, po edhe më gjerë ndoshta. Shumë herët kam nisur të punoj, shumë herët kam nisur të interesohem për gjëra për cilat moshatarët e mia absolutisht s'kan dashur t'ja dinë. Kështu që shoqet e mia të ngushta në fakt apo shoqja ime e ngushtë gjithmonë më asocion në kohën kur unë kam qenë në shkollë fillore dhe shumë shpejt pas asaj, domethënë kur nisa kështu të merrem me këto punët e mëdha, problemet e mëdha, jo gjithmonë vetëm politike, se politika erdhi më vonë. U krijua një lloj distance, por natyrisht që ka ngel komunikimi dhe e dini si është ai momenti kur ju mundet mos shiheni me vite, por në momentin që do të takoheni, në fakt e dini se përse flisni dhe duket sikur po e vazhdoni aty ku e keni lënë herën e fundit. Po të ka ndodhur shumica e shoqeve të marrin telefoneve, pasi që Ermira u vështet në vete, të të marrin edhe të qajnë hallet të të lusin për punë, fillojnë kërkesa të ndryshme. Unë mendoj se me ato shoqet të mia apo me shoqin time kam patur dhe kam një raport shumë korrekt dhe është I pastër shoqëror, pse jo dhe fëminor. Nëse ndonjëherë dikujt I është dashur ndihma ime, unë jam përpjekur që me aq sa mundem dhe aq sa di ti ndihmoj. Por nuk mund të them, nuk do doja dhe nuk e besoj se raporti jo ndonjëherë ka qenë raporti bazuar në interesa. E din si, Bigu, Ermira përherë ka qenë një lloj kështu mini lideri në botën ku është rrotulluar. Domethënë unë kam qenë nxënësja më e mirë në shkollë, shkruaja hartimet më të mira. Pasi që mbaroja hartimin tim, bëja edhe një 5-6 hartime brenda orës për 5-6 shoqe klase. Kam qenë kryetar klase për herë. Merresha me emisionet e fëmijëve që në klasën e 6. Dhe këtu se jemi të emisioni du të pyes. Më mban mend mu? Ty konkretisht jo, po e di cili ka qenë epizodi, mendoj se ka qenë emisioni tek Shari. Të Shari, që ishim në kodrën e diellit. Unë ku për herë para aty kam këndu këngën e Erzana Berishës. E mbaj mend Ermira atëherë ishte më e veçantë, edhe prej atëherë dalloheshe, edhe gjithmonë I frigoheshim Ermirës. Ermira na uzonte ti këtu ulu, ti aty ulu. Të mungojnë ato qaste. A I ke rënë ndonjëherë pishman, thush, pse u futa në politikë, po të mbetesha në botën e prezantimit apo me të mirëshe me muzikë? Mua më mungon ajo pjesë e jetës, ajo fazë e rritjes dhe zhvillimit tim. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në formimin tim si personalitet publik. Shfaqjet e mia të para kamerave si një përfaqësues politik asnjëherë s'kan qenë problematike apo kështu me neuroz apo ndonjë lloj paniku, sepse dija si komunikohet me kamerën. Shpesh herë, po themi, rivalët e mi apo konkurentët e mi janë përpjekur që të më fyejnë me qëra fjalla, jo kjo fotografia që sa po kaloi ishte fillimi në politik viti 2002. Ata janë përpjekur që mua të më fyejnë duke më përkujtuar në të kaluarën time si drejtues emisionesh për fëmijë. Po unë jam absolutisht krenare sepse në atë kohë ne si grup fëmijësh kreativ dhe disa entuziast emisionesh, përfshirë edhe Avni Qailin, mikun ton, kishim guxim që të bëjmë diçka që ishte tërësisht ndryshe, jo konvencionale, shumë bashkohore dhe diçka që për fakt të keq nuk u përsërit më. Një emision me një koncept të tërë,
emision në për të cilin pastaj gjatë viteve kaluan realisht të gjithë ata individ të cilët kanë një peshë sot në botën e artit apo muzikës si shqiptar të Maqedonisë. Cilin do që ta marrim, ai ose ajo ka kaluar në fakt në për klubin ton të fëmijëve të lumtur. Ishte një, si me tha, një produksion, një prodhim i cili besoj se na bën të gjithëve krenar për atë që kemi bërë. Po mosha e adoleshencës, çfarë të kujton? Çfarë më kujton mosha e adoleshencës? Më kujton një Ermir që lexonte shumë, që nuk dinte se ku të përqendrohej për sa i përket stilit të muzikës, sepse apo në atë moshë ose je rocker, ose je, nuk e di, rapper, ose je diçka R&B e tjera. Po të ne në shtëpi për herë është dëgju normalisht muzika klasike për shkak se merreshim me violin, po gjithashtu është dëgju shumë rocku. Dhe për shkak të afërsisë shumë të madhe me vllajën tim Ermalin, ne bashk, si më thënë, përcaktoheshim edhe në orientimet tona muzikore dhe kemi qenë dy kështu ndër të paktët rocker të asaj kohe. Ermira në vitet e para të adoleshencës stilin e flokëve e ka pas goxha kështu provokativ për kohën, sepse këtë pjesën e brendshme të flokëve e mbaja të qethur qose dhe flokët i mbaja të zënabisht këtu sipër. Unë i kom patanësh. Kjo ishte avantgard shumë e madhe për kohën. Sa shfaqesh edhe në politikë shtash me flokët e qethur, Ermir? Parlament. Po jo, realisht në çfarë drejtje ka ardhur politika jonë momentalisht nuk do ishte diçka jashtëzakonshme edhe ajo. Se jo. Pastaj në vitet, si me thanë, vitet e fundit të gjimnazit dhe vitet e para të pas gjimnazit, unë mbaja flokët tërësisht të shkurtra. Mund të ketë një ose dy fotografi që po rrotullohen atje edhe të asaj kohe. Do me thënë një vajzë adoleshente me, po themi, prirje për art, me interesim për artin, po që disi përfundoi në politikë, ndoshta për shkak të asaj se babai im për herë më citonte shkrimtarët e mëdhej të cilët kanë thënë se në fakt politika është art. Tash është arti i sëmundshmes, ajo është e vërtet, por nëse zgjedhim të merremi me politikën në logjikën pozitive apo afirmative të saj, unë besoj se është diçka nga e cila mund të prodhohet kënaqësi, njerëzve mund të ofrohet mundësi për të përparuar dhe kombit natyrisht t'i jepet një perspektivë për të ecur përpara. Ermira, derisa ishim këtu te familja përmende Ermalin, me çfarë po merren pikërisht vëllezërit e tu? Po Ermali faktikisht është u bë i pari doktor shkencë në familjen tonë, në familjen më të gjerë dhe në familjen tonë më të ngushtë. Ai bashkë me bashortën e tij jetën vazhdojnë projektet e tyre të pavarura për violin dhe flaut. Me sa di unë janë aktualisht në studio duke punuar në një projekt të ri. Zamiri dihet tashmë se është një aktivist civil shumë i zëshëm që kritikon politikat jo demokratike dhe këtu pajtohemi Të kritikon edhe ty? Po kryesisht ne merremi me kryeministrin, besoj se ai ka vërejtjet e mia edhe në raport të asaj që unë bëj, por unë besoj se politika jonë, nuk dua kjo le të jetë një fjali dhe këtu përfundon, politika jonë si parti dhe politika e kryeministrit si parti apo përfaqësuesi i partisë më të madhe që aktualisht ndajmë pushtetin, kanë dallime serioze mes veti dhe shiqur që është kështu. Ermira, u shfaq me do deklarata se do të largosh nga politika, apo? Po sinqerisht, unë kam marrë në një fazë kur jam duke rivlerësuar, gjithësisht vlerësuar shumë seriozisht ecurin time në politikë, aktualitetin politik dhe situatën e përgjithshme të krijuar në vend. Për mua është gënjyese të konstatoj që pas aq shumë vitesh sakrificë, mund dhe investim si pjesë e një strukture politike apo një lëvizje politike, rezultatet megjithatë nuk janë ato që ne kemi pritur, kemi shpresuar dhe për cilat jemi angazhuar. Dhe dilema ime për momentin është kjo, nëse duhet që të vazhdoj dhe të bëj betejën time politike ose duhet që të tërhiqem tërësisht.
Unë mendoj se njeriu në jetë dhe shqyqyr që është ashtu, kalon në për fazat të tilla të rivlerësimit personal dhe të vetvetes në raport me rrethin apo ambientin, dhe unë nuk e fsheh se aktualisht po kaloj në një fazë të tillë. Nuk e kisha menduar ose paramenduar ndonjëherë se do të më ndodhte kjo gjë, por jo gjithmonë gjërat në politik, ashtu si edhe në jetë apo në çdo sferë profesion tjetër, jo gjithmonë gjërat ecin në ritmin, në drejtimin dhe, si me thënë, në frymën cilën e kishim paramenduar ose imagjinuar ndonjëherë. Po, Ermira, kam dëgjuar se sa herë kur je afër kryetarit tuaj, ca persona që sillen afër atij, ta kanë shumë frikën ty. Nuk ndihen mirë me prezencën tënde. Po nuk e di pse dikush mund të mos ndihet mirë me prezencën time. Mendoj mund të ketë të tillë, demokracia i toleron edhe fenomene të tilla. Unë mendoj se jam një figurë, personalitet dhe këtu në këto fotografi u shfaqen edhe foto të ditëve të para të mia në BDI, kur unë isha një vajzë 21 vjeçe. Dhe kur me gjithë elanin, energjinë, entuziazmin dhe vullnetin e një të riu, isha investuar për një projekt në krye të cilit ishte dhe akoma është Zoti Ali Ahmeti. Nëse dikush mund të ketë problem me këtë, kjo nuk është problemi im. Problemi im për momentin është se si të bëj që ata që më kanë votuar të vazhdojnë të më besojnë. Këtu sapo kaloj një foto me një zonjë shumë në mosh, e një fshati shumë larg nga Shkupi, Çifliku. Ai ka qenë një nga takimet më emocionuese për mua si kandidate për deputete në fushatën e vitit të kaluar, kur merrja pa fund shumë mesazhe nga zonjusha, vajza, nxënëse, nëna, zonja, po dhe gjyshe dhe plaka të cilat për një arsye ose tjetër donin të më takonin, ose thjesht donin të më takonin. Kjo është shumë me rëndësi për mua si një femër politikane në Maqedoni, që atyre grave, atyre zonjave në zonat shumë larg nga qyteti, nga si me thënë, aksesi në mbrojtje shëndetësore, mbrojtje sociale, për kujdesje të cilit do qoftë apo përmbushje të nevojave të tyre, ato të ndjen të përfaqësuara. Dhe kjo mua më ka bërë ndjer të jashtëzakonshëm, ndjem shumë e privilegjuar. Ermira, ti ke qenë lirish mund të themi shtylla apo e para e cila ke dominu si një femër politikane në partin tuj. U mundun, si më duket, sa kom lidhje unë nga politika e sa mundohem t'i shoh gjërat, u mundun që t'i japin krah një femre tjetër në partin tuj. Këto u bënd... Unë i kom që pak thashe themet pak shti fitila. Jo, e dhe si është... Jo, unë nuk i shikoj gjërat ashtu. Unë mendoj se gjdo lëvizje, gjdo kolektiv, gjdo shoqëri ka mjaftueshëm vend për secilin individ që të artikulohet, të vinë në shprehje dhe të tregoj përse është më i miri. Unë në Bigu kam patur fatin me mundin tim që të shkollohem edhe në Perëndim. Dhe dini cili është një nga dallimet themelore cilësore mes nesh dhe Perëndimit. Në Perëndim, kur ju konkuroni për një punë, për një pozicion, për një shkollë, ata ju pyesin përse ti mendon se je më e mira dhe më meritoria për këtë vend pune. Dhe detyra jote është në fakt që të arsyetosh vetveten. Këtu tek ne, po fole për vetveten dhe cilësitë e tua, kjo të merret ty si dobësi, si prepotencë. Ja, kjo është vera e vitit 2002, fushata e parë parazgjedhore, ky është emisioni për fëmijë. Një nga emisionet në televizionin e Maqedonisë. Ja dhe Ermira me flokët të shkurtra, i kam pasur edhe më të shkurtra, në fakt. Pra po thësha, këtu të ne po fole për vetveten dhe cilësitë e tua, me njerë të kualifikohen si narcisiste, prepotente, mendje madhe, si dikush që pas ka ndonjë opinion superior për vetveten krahasuar me të tjerët, por nuk është kështu. Dhe sa më shpejt që ne si shoqëri ta kuptojmë se në treg, në Perëndim, atje ku pretendojmë të integrohemi, ne konkurrojmë me vlerat tona, së pari si individ, atëhere, mbase do të arrijmë të ndryshojmë diçka në shoqëri. Unë vetën akoma dëshiroj ta shikoj si një model i femrës
e cila ka ardhur në politikë për të hapur vend, për të krijuar vend edhe për femra dhe vajza të tjera. Dhe për mua, për shembull, një nga thënjet më frymëzuese është pikërisht thënia apo deklarimi i njërës nga modelet e mia politike, që është ish sekretarja amerikane e shtetit, zonja Madeleine Albright, e para sekretare e shtetit në Amerikë, e cila thotë ekziston një vend i posaçëm në Ferr për femrat të cilat nuk i mbështesin femrat tjera. Dhe unë nuk dua të shkoj në Ferr. Nuk shkoj. Unë jam gjithmonë fitimtare. Unë jam fituese. Ermira, më pyet kështu, e kishe ndruar shkupin për Britaninë e Madhe? Pyetje e vështirë, sepse unë jam profiluar si personalitet, njeri i cili, domethënë, është edukuar, është arsimuar dhe është përgatitur për të ndërtuar karrierën ndërkombëtare jashtë vendit. Që nga shkolla e mesme, kur kam ndruar gjimnazin me maturën ndërkombëtare, pastaj edhe Universiteti i Shtulit, edhe studimet e mia postdiplomike, të gjitha janë pjesë të një, si më thënë, arsimimi i cili ka për qëllim që individët i përgatis për të vepruar jashtë, domethënë në suaza ndërkombëtare, po themi. Por politika ka patur një ndikim shumë deciziv ose vendimtar në jetën time, dhe duke qenë se u përshiva shumë aktivisht dhe shumë herët në procese politike, unë vendosa që të ndaloj këtu. Për momentin jam pjesë e këtij procesi politik, nuk e di sa mund të zgjas, por nuk mund të them se jam definitivisht e vendosur për të larguar nga Maqedonia, gjithësisht nga zhvillimet, po themi, shqiptare. A je penduar për ndonjë veprim që ke bërë në karrierë deri më tani? E vështirë për ta thënë, nuk mund të them se jam penduar për ndonjë veprim apo për ndonjë vendim. Mund të them se secili prej nesh në fazat të caktuara të jetës ka dobësitë e veta dhe kalon në për dilema e kriza të caktuara personale. Mendoj se të gjitha ato në instancë të fundit kanë për qëllim që ta forcojnë ose arrin ta forcojnë karakterin e njeriut, diçka që popullor që i themi jam rritur ose jam pjekur ose siç thonë në Shqipëri jam maturuar. Mendoj se të gjitha ato momente dobësie në për të cilat kam kaluar unë në fakt më kanë bërë më të fortë, më kanë bërë më të qëndrueshme, më kanë bërë më të vendosur dhe besoj se kam patur një ndikim në formimin e kësaj ermire e cila është sot këtu para teje, para opinionit. Po më thuaj, cilat janë sfidat e Ermirës për vitin e ardhshëm? Sfidat e mia për vitin e ardhshëm, po shpresoj të fitoj formalisht titullin doktor shkence. E kam para finalizimit tezën e doktoraturës në të drejtën ndërkombëtare. Nëse do të shkohet në zgjedhje të parakoshme që duket se do të ketë zgjedhje dhe po që se unë do të jem duke zgjedhje, mos na latra, zgjedhje. Na bëni në koncerte në Po që kemi tema për të folë, është shumë interesant, ndërsa kjo do të jetë një sfidë në kuptimin politik. Të tjerat, si që themi, duke pare, duke bërë, sfida ime më e madhe për momentin është që të arri të balansoj të qenit figur publike dhe të qenit nën, të qenit prind. Kjo nuk është, si them, nuk është as e thjesht as e lehtë dhe nuk jam as e para as e fundit që po e them, por të qenit nën ka shumë kështu specificitete, kërkesa dhe pritshmëri. Politika po ashtu ka, si më thënë, telashet e veta. 2016 dëshiroj të jetë më e bukur për mua, për njerëzit, për shqiptarët, të jetë më e mirë se që ishte 2015. A je gatshme të drejtojsh vullnetin e shqiptarëve nëse të jepet rasti edhe besimi? Unë besoj se tek unë shqiptarët votuesit e mi mund të llogarisin ose kanë një mbështetje, mund të llogarisin në një mbështetje, në një person i cili përpiqet që me nder t'i përfaqësoj, ndoshta jo gjithmonë të plotësoj të gjitha kërkesat dhe pritshmëritë e tyre, por absolutisht një person e llogarizetën i cili mundohet dhe investohet që fjalën e dhënë ta mbajë deri në fund.
nuk është, e kam thënë dhe po e përsëris, disa qëndrime të mia publike, politike, shpeshherë janë kritikuar ose janë quajtur rebele, por unë mendoj se përgjegjësia ime më e parë dhe më e madhe është para atyre që më votojnë. E din, ashtu si që ti ke edhe ndjem përgjegjësi kur del para publikut tënd, për këngët, muzikën, shijen, stilin e veshjes, edhe unë ndjej po të njëjtën përgjegjësi, ndoshta edhe më të madhe duke qenë se bëhet fjalë për punë shtetërore politike, para atyre që më votojnë. Dhe absolutisht për mua alianca me zgjedhësit e mi është gjëja më parësore dhe imperativ në këtë punë. Me plot gojë je një mama në politikën shqiptare. Sa të kushton ky guxim? Jo big, po small mama. Jo, mund ta themi sexy mama. Je me plot gojë një mama në politikën shqiptare. Sa të kushton kjo në deklaratat e tua? Në raport me familjen time, në raport me, apo në, do me thënë mama në kuptimin simbolik. Po, simbolik. Po, atëherë besoj se jam një big mama. Atëherë besoj se jam një big mama. Po, je. Si që thash, kjo nuk është e lehtë, nuk është e thjeshtë. Shpeshherë kështu goditet, thumbohet, kritikohet, ironizohet e kështu me radhë. Unë vetën e llogaris si një politikane ndoshta shumë moderne, nuk e dija është kjo modeste ose jo modeste, prepotente, jo prepotente nga ana ime, po llogaris vetën se i përkas një brezi të politikanëve që guxojnë të flasin dhe të thonë edhe gjërat e vështira. Sot historia bashkëkohore e partive politike, organizimit politik, veprimit politik në Europë dhe Amerikë na tregon se figura politike të cilat besojnë në idenë dhe flasin për idenë, edhe atëherë kur kritikojnë ose guxojnë të kritikojnë, janë figura të cilat fitojnë mbështetjen e zgjedhësve apo votuesve. Dhe shembulli më tipik është në një nga modelet e mia të preferuara politike, që është Britania e Madhe, ku së fundmi si lideri Partisë Laboriste u zgjodh Jeremy Corbyn, që ka qenë njëri ndër kritikët më të zëshëm dhe më të artikuluar të çdo kabineti qeveritar të Partisë Laboriste dhe në veçanti kritik i ashpër i ish kryeministrit Tony Blair. Votuesit apo zgjedhësit laborist, ata që besojnë idenë, në të pan një iftar dhe mbrojtës të denjë të vlerave të së majtës moderne, pra, që është quajtura Partia e Punës ose New Labour në Britani. Dhe për mua këto janë modele nga të cilat unë dëshiroj të mësoj. Unë flas për vlera, unë flas për koncepte, unë flas për filozofi politike, unë nuk flas për muhabete çajtoresh, thashë theme, intrigat të ndryshme që janë shumë tipike në skenën tonë politike. Mendoj se këto duhet t'ja lëm një kohë të shkuar, qoftë politike, qoftë sjellje shoqërore në përgjithësi. Sa ndigjon muzikë, Ermira? Unë muzikën e dua shumë, unë shpeshherë kur bëj diçka në shtëpi, ose kur mendoj ndonjë gjë, ose thjesht si punë instinkti di edhe të këndoj diçka. Thash jam një rockere e papërmirësueshme, besoj unë, biles të një nga ato fotot rrotullohet një foto me kapelën e Metallicës, dikur bendi imi preferuar ose grupi imi preferuar. Për momentin vetën besoj se e gjej më shumë të këto, si u thënë, indie pop, British rock and roll, ku ta di diçka si që do ishte ndoshta Coldplay. Absolutisht të preferuarit e mi janë Franz Ferdinand. Po, estrada shqiptare? E ndjek me shumë kënaqësi, absolutisht çdo emision që ka të bëjë me të reja të rozë dhe me këto ngjarjet e estradës i ndjek me shumë qejf. Po, si këngëtare, e kishe veçu, kush të pëlqen? Tash për momentin nuk e di. Faktikisht, unë nuk kam mendim të keq për asnjë nga këngëtarët ose artistët e estradës tonë. Unë mendoj se ne do t'jemi shumë krenar për për hip-hopin, R&B-n, rock and rollin dhe gjitha rrymat të tjera të cilat i prodhojnë. Kemi artistë të cilët lirisht mund të konkurojnë edhe në MTV me cilësinë e zërit dhe produksionit dhe stilit të muzikës.
Mendoj se në fakt ky avancim flet më shumë për progresin që ka bërë shoqëria shqiptare, pastaj të gjithë artistët shqiptar të Maqedonisë, të cilët kanë arritur të depërtojnë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, se edhe këtu ka pasur një lloj kompleksi se ne shqiptarët e Maqedonisë jemi në margjina dhe jemi, siç na quajnë, më primitiv ose të prapambetur. Mendoj se ne i kemi thyer ato lloj klishesh dhe ato lloj tabush dhe absolutisht pa kompleks konkurrojmë në skenë dhe në estradë. Po emisionet, sa ndjek emisionet Zbavice, Ermira, vetëm du t'jesh e real si Nevzat Bejta. Nuk e di si është ai i real, mendoj se Ai kam ka- frikë se ne kemi populacia im mund bëjt dhe një gafë dhe unë gafat si kom qef. Kështu, kishim një pyetje se sa ndjekim politikanë tonë në emisione të Zbavice, sa kanë kohë realitet. Kretushin kemi kohë, pa kur kemi mundohemi, Nevzati tha unë kam shumë kohë për ndjek emisione. Shiko, unë e di çfarë mendoj, Bigu. Mendoj se është detyre jona dhe përgjegjësi si politikan që ta njohim edhe atë pjesë të shoqërisë dhe të, si më thënë, Pikërisht. atë pjesë të kulturës, është pjesë e kulturës dhe një politikan po nuk pati informacion dhe njohuri për trendet, për ndryshimet, për, ku ta di unë, Për artistat, llojin e muzikës, për artistët, për, ku ta di, ngjyrat, qa po ndodhë në gjithçka estradën, në që kretë politika, ndodh rreth nesh. në shqipje dhe neve. Absolutisht jam dakord, unë mendoj se është përgjegjësia jona, sepse si e shikoj unë politikën? Unë e shikoj politikën si një lloj themeli i cili duhet shtruar mirë që shoqëria të ndërtohet mbi të. Dhe po nuk e shtruam ne si duhet këtë lloj themeli, ne nuk mund të flasim për kulturë, ne mund të improvizojmë në kuptimin kulturor, por nuk mund të flasim për kulturë të mirëfillt, nuk mund të flasim për art të mirëfillt. Fundja, ashtu siç ka kiç në art, unë besoj se ka kiç edhe në politikë. Po që përgjegjësia e politikës është më e madhe që të vendosë si duhet gurthemelet, sepse të merresh me politikë do të thotë përgjegjësi për të bërë ligjet, për të bërë ambientin, për të bërë, si më thanë, për të vendosur rendin ose rregullat se si do të ndërtohet një shoqëri. Dhe gjitha kanë të bëjnë në fakt me politikën, por gjithmonë në sensin pozitiv ose Një afirmativ. sugjerim që të bëni edhe një buxhet. Absolutisht jam Ndani për dakord. artistat. Absolutisht jam dakord. Unë kam vërejtjet e mia shumë të mëdha për faktin që Ministria e Kulturës Nuk përkra me aspa. pak përjashtime, por është monopolizuar dhe është vënë tërësisht në shërbim të Shkupit 2014. Unë jam dhe do t'jem gjithmonë kritiku më kështu i pa kompromis i Shkupit 2014. Absolutisht nuk jam e gatshme që ta pranoj atë si çfarëdo lloj qoftë projekti, ku të diu në rilindës kulturori i Maqedonasve, do ta kritikoj gjithmonë. Pa çka se dikush do thotë, e po shikoj dhe ti e pjesë asaj, po e pranoj përgjegjësinë, kjo s'do të thotë se unë ndonjëherë do të pajtohem atë projekt. Absolutisht kam rezervat e mia dhe kam kritikat e mia kështu të pa kompromis. Ermira, më thuj se kush është personi apo njeriu që jeton më shumë në këtë botë? Këtu dihet se kush është personi që unë dua më shumë ti në botë, është jeta ime, ashtu quhet ai. E ka emrin Albes dhe është djali im i vogël. Albesi ndodhet për momentin këtu në Jo, televizionin 21. Dhe kam patjetër që ta ftoj në emision për shkak se gjithë televizionin 21 e ka përmbys, kështu që ai pa durim do të vjen edhe të flet me gazetaren. Kështu që ne deshëm surprizë të të bëjmë, po ai është përgatit për një intervistë edhe do në bisedë bën me mu, prej parës më njofton në regjia më thotë se është gati Albesi për që jenë në emision, ne të shkëputena me një jingle, sa t'ja rregullojmë karikën Albesit këtu. Pra teleshikus të nderuar, këtu e kemi Albesin. Albes, mirë se erdhe? Në urtu Albesi këtu. Kthej kokën të gazetarë. A do të bëjmë bisedën? Albes, më thuj mu sa vjeç je? A kanë fa një dytje? 1, 2, 3 i ke? Okej, 1, 2, 3. A shko në shkollë, Albesi? I që dorën kërkos? Po, Po. Qa bon në shkollë, Albesi? shkaj e le. A të qonë mami në shkollë ty? Pa, Po. A të bërtasin aty në shkollë ty? po, Kush të bërtet ty? në shkuqa, Kush?
shkuqe. Mos e prek mikrofonin se s'ndigjohesh. Çat bërtasin, çat thyn ty aty? Ej, pse po shkon? Pse po shkon? Pse po kanë? Pastaj, Po, kemi me ndajt. kime me ndejt, a? Po, Atë bërtasin ty atje mësuse në qerdhe? Tregon ti mu këne donë më shumë ti? mamin edhe shkun ta. Mamin edhe shokun tem, a gazetarin a e donë? Si kishte emrin? A pyeta Si e ka mu gazetarin gazetarin? Kush jam unë? Bik mama. E s'ta përqafoj e njërë Big Mama shumë përpar. E kom pa tjetër të t'ja hapachet. A vazhdojmë bisedën? Pa, Po. Hajde. Sa mirë në shuaj. Tregon, qëfar gjyre është kjo? e kuqa, Kjo? e vas, Emri Big Mama, me cënë shkrojnë fillon? në bë, Në B. Emri Albes? në a, Në A. Ermira? në e, Në E. Kur të rritësh, qa të bësh ti? plat, Pilot të bëhesh? Po. Me politik të meresh? pa. Po. Ma jo plana do me jem, Me aeroplanave të miret ky. Me aeroplana. Berja një dhe një astek, zot Nil. Me aeroplana të miresh? pa. Pa. A të këndohesh? A të bësh këngëtar? Ha? Cili instrument të pëlqen Cili- ti? Tregon njëre. Cili? Tu pani. Tupani. Tupani. A të ta bleu një tupan ty? Jo mama, po kam. O, do të Mami ka me ta ble. Okej, ne mos japim shumë, i ka argjumi. po është lodh. I ka argjumi është lodh. Elmira, unë faleminderit shumë që ishe pjesë e një kafe me mamën, veçanti këtë burrin e vogël këtu që ma prune, dhe të hau në këtë ty. Ky ishte faktikisht debutimi i tij në media. Shkoj të genti. Tash ti shkësht e Genti, dhe me thonë ky ka punë mirë me Gentin. E tash ka me shkut ke Genti. Sa Ata- është me thënë miru pa. Mi papshim. Hajde bëjë një përshëndetje me kamerën, thuj miru pafshim. Heke këtë, bëse pre këtë. Bëse pre këtë. Hajde. Faleminderit shumë për ftesën. Paqim. Përqafoj mamin. Faleminderit shumë Ermira, po s'pate... Shumë faleminderit për jush, faleminderit shikuesve, faleminderit televizionist të një. Hiqe mami se tash mbarë. Mikrofonin, okej? Mirupafshim. Faleminderit, pra teleshikus të nderuar, ishte biseda me Ermirën, një kafe me mamën, edhe me këtë burin e vogël këtu. Ne shkëputemi për pak qaste, edhe si jemi sërish. Mua! Të mëdhej të cilët kanë thënë se në fakt politika është art. Tash është arti i sëmundshmes, ajo është e vërtet, por nëse zgjedhim të merremi me politikën në, si më thënë, në logjikën pozitive apo afirmative të saj, unë besoj se është diçka nga e cila mund të prodhohet kënaqësi, njerëzve mund të ofrohet mundësi për të përparuar dhe kombit natyrisht t'i jepet një perspektivë për të ecur përpara. Ermira, deri sa ishim këtu te familja, përmende Ermalin, me çfarë po merren pikërisht vëllezërit e tu? Po Ermali faktikisht është u bë i pari doktor shkence në familjen tonë, në familjen më të gjerë dhe në familjen tonë më të ngushtë. Ai bashkë me bashortën e tij jetën vazhdojnë projektet e tyre të pavarura për violin dhe flaut. Me sa di unë janë aktualisht në studio duke punuar në një projekt të ri. Zamiri dihet tashmë se është një aktivist civil shumë i zëshëm që kritikon politikat jo demokratike dhe këtu pajtohemi po kryesisht ne merremi me kryeministrin, besoj se ai ka vërejtjet e mia edhe në raport të asaj që unë bëj, por unë besoj se politika jonë, nuk dua kjo le të jetë një fjali dhe këtu përfundon, politika jonë si parti dhe politika e kryeministrit si parti apo përfaqësuesi i partisë më të madhe që aktualisht ndajmë pushtetin, kanë dallime serioze mes veti dhe shqyqyr që është kështu. Ermira, u shfaq me do deklarata se do të largosh nga politika, apo? Po, sinqerisht, unë kam marrë në një fazë kur jam duke rivlerësuar, gjithësisht vlerësuar shumë seriozisht ecurin time në politikë,
aktualitetin politik dhe situatën e përgjithshme të krijuar në vend. Për mua është zhgënjyese të konstatoj që pas aq shumë vitesh sakrificë, mund dhe investim si pjesë e një strukture politike apo një lëvizje politike, rezultatet megjithatë nuk janë ato që ne kemi pritur, kemi shpresuar dhe për cilat jemi angazhuar. Dhe dilema ime për momentin është kjo, nëse duhet që të vazhdoj dhe të bëj betejën time politike ose duhet që të tërhiqem tërësisht. Unë mendoj se njeriu në jetë dhe shqyqyr që është ashtu, kalon në për fazat të tilla të rivlerësimit personal dhe të vetvetes në raport me rrethin apo ambientin, dhe unë nuk e fsheh se aktualisht po kaloj në një fazë të tillë. Nuk e kisha menduar ose paramenduar ndonjëherë se do të më ndodhte kjo gjë, por jo gjithmonë gjërat në politik, ashtu si edhe në jetë apo në çdo sferë profesion tjetër, jo gjithmonë gjërat ecin në ritmin, në drejtimin dhe, si me thanë, në frymën cilën e kishim paramenduar ose imagjinuar ndonjëherë. Po, Ermira, kam dëgjuar se sa herë kur je afër kryetarit tuaj, ca persona që sillen afër atij ta kanë shumë frikën ty. Nuk ndihen mirë me prezencën tënde. Po nuk e di pse dikush mund të mos ndihet mirë me prezencën time. Mund të ketë të tillë, demokracia i toleron edhe fenomenet të tilla. Unë mendoj se jam një figurë, personalitet dhe këtu në këto fotografi u shfaqen edhe foto të ditëve të para të mia në BDI, kur unë isha një vajzë 21 vjeçe. Dhe kur me gjithë elanin, energjin, entuziazmin dhe vullnetin e një të riu, isha investuar për një projekt në krye të cilit ishte dhe akoma është Zoti Ali Ahmeti. Nëse dikush mund të ketë problem me këtë, kjo nuk është problemi im. Problemi im për momentin është se si të bëj që ata që më kanë votuar të vazhdojnë të më besojnë. Këtu sapo kaloj një foto me një zonjë shumë në mosh, e një fshati shumë larg nga Shkupi, Çifliku. Ai ka qenë një nga takimet më emocionuese për mua si kandidate për deputete në fushatën e vitit të kaluar, kur merrja pa fund shumë mesazhe nga zonjusha, vajza, nxënëse, nëna, zonja, po dhe gjyshe dhe plaka të cilat për një arsye ose tjetër donin të më takonin, ose thjesht donin të më takonin. Kjo është shumë me rëndësi për mua si një femër politikane në Maqedoni, që atyre grave, atyre zonjave në zonat shumë larg nga qyteti, nga, si me thanë, aksesin në mbrojtje shëndetësore, mbrojtje sociale, për kujdesje të cili do qoftë apo përmbushje të nevojave të tyre, ato të ndjen të përfaqësuara. Dhe kjo mua më ka bërë nder të jashtëzakonshëm, ndjem shumë e privilegjuar. Ermira, ti ke qenë lirish mund të themi shtylla apo e para e cila ke dominu si një femër politikane në partinë tuaj. U mundun, si më duket, sa kom lidhje unë nga politika e sa mundohem t'i shoh gjërat, u mundun që t'i japin krah një femre tjetër në partinë tuaj. Këto u bëndë... Unë i kom që pak thashe themet pak shti fitila. Jo, e dhe si është... Jo, unë nuk i shikoj gjërat ashtu. Unë mendoj se gjdo lëvizje, gjdo kolektiv, gjdo shoqëri ka mjaftueshëm vend për secilin individ që të artikulohet, të vinë në shprehje dhe të tregoj përse është më i miri. Unë, Bigu, kam patur fatin me mundin tim që të shkollohem edhe në perëndim. Dhe dini cili është një nga dallimet themelore cilësore mes nesh dhe perëndimit. Në perëndim, kur ju konkuroni për një punë, për një pozicion, për një shkollë, ata ju pyesin përse ti mendon se je më e mira dhe më meritoria për këtë vend pune. Dhe detyra jote është në fakt që të po jo vetëm këtu, po edhe më gjerë ndoshta. Shumë herët kam nisur të punoj, shumë herët kam nisur të interesohem për gjëra për cilat moshatarët e mia absolutisht s'kan dashur t'ia dinë. Kështu që shoqet e mia të ngushta në fakt, apo shoqja ime e ngushtë gjithmonë më asocion në kohën kur unë kam qenë në shkollë fillore dhe shumë shpejt pas asaj, domethënë kur nisa kështu të merrem me këto punët e mëdha, problemet e mëdha, jo gjithmonë vetëm politike, se politika erdhi më vonë.
U krija një lloj distance, por natyrisht që ka ngel komunikimi dhe e dini si është ai momenti kur ju mundet mos shiheni me vite, por në momentin që do të takoheni, në fakt e dini se përse flisni dhe duket sikur po e vazhdoni aty ku e keni lënë herën e fundit. Po të ka ndodhur shumica e shoqeve të marrin telefonave, pasi që Ermira u vështet në vete, të marrin edhe të qajnë hallet të të lusin për punë, fillojnë kërkesa të ndryshme. Unë mendoj se me ato shoqe të mia apo me shoqinë time kam patur dhe kam një raport shumë korrekt dhe është i pastër shoqëror, pse jo dhe fëminor. Nëse ndonjëherë dikujt i është dashur ndihma ime, unë jam përpjekur që me aq sa mundem dhe aq sa di ti ndihmoj. Por nuk mund të them, nuk do doja dhe nuk e besoj se raporti jo ndonjëherë ka qenë raporti bazuar në interesa. E din si, Bigu, Ermira përherë ka qenë një lloj kështu mini lideri në botën ku është rrotulluar. Domethënë, unë kam qenë nxënësja më e mirë në shkollë, shkruaja hartimet më të mira. Pasi që mbaroja hartimin tim, bëja edhe një 5-6 hartime brenda orës për 5-6 shoqe klase. Kam qenë kryetar klase për herë. Merresha me emisionet e fëmijëve që në klasën e 6. Dhe Këtu se jemi të emisioni du të pyes. Më mban mend mu? Ty konkretisht jo, po e di cili ka qenë epizodi, mendoj se ka qenë emisioni tek Shari. Të Shari, që ishim në kodrën e diellit. Unë ku për herë para aty kam këndu këngën e Erzana Berishës. E mbaj mend Ermira atëherë ishte më e veçantë, edhe prej atëherë dalloheshe, edhe gjithmonë i frigoheshim Ermirës. Ermira na uzonte ti këtu ulu, ti aty ulu. Të mungojnë ato qaste. A i ke rënë ndonjëherë pishman, thush, pse u futa në politikë, po të mbetesha në botën e prezantimit, apo me të miresh me muzikë? Mua më mungën ajo pjesë e jetës, ajo fazë e rritjes dhe zhvillimit tim. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në formimin tim si personalitet publik. Shfaqjet e mia të para kamerave si një përfaqësues politik asnjëherë s'kan qenë problematike apo kështu me neuroz apo ndonjë lloj paniku, sepse dija si komunikohet me kamerën. Shpesh herë, po themi, rivalet e mi apo konkurentët e mi janë përpjekur që të më fyejnë me qëra fjalla, jo kjo fotografia që sapo kaloi ishte fillimi në politikë viti 2002. Ata janë përpjekur që mua të më fyejnë duke më përkujtuar në të kaluarën time si drejtues emisionesh për fëmijë. Po unë jam absolutisht krenare sepse në atë kohë ne si grup fëmijësh kreativ dhe disa entuziast emisionesh, përfshirë edhe Avni Qailin, mikun ton, kishim guxim që të bëjmë diçka që ishte tërësisht ndryshe, jo konvencionale, shumë bashkohore dhe diçka që për fakt të keq nuk u përsërit më. Një emision me një koncept të tërë, emision në për të cilin pastaj gjatë viteve kaluan realisht të gjithë ata individ të cilët kanë një peshë sot në botën e artit apo muzikës si shqiptar të Maqedonisë. Cilin do që ta marrim, ai ose ajo ka kaluar në fakt në për klubin ton të fëmijëve të lumtur. Ishte një produksion, një prodhim i cili besoj se na bën të gjithëve krenar për atë që kemi bërë. Po mosha e adoleshencës, çfarë të kujton? Çfarë më kujton mosha e adoleshencës? Më kujton një Ermir që lexonte shumë, që nuk dinte se ku të përqendrohej përsa i përket stilit të muzikës, sepse apo në atë moshë ose je rocker, ose je, nuk e di, rapper, ose je diçka R&B e tjera. Po të në shtëpi për herë është dëgju normalisht muzika klasike për shkak se merreshim me violin, po gjithashtu është dëgju shumë rocku. Dhe për shkak të afërsisë shumë të madhe me vllajën tim Ermalin, ne bashk, si më thënë, përcaktoheshim edhe në orientimet tona muzikore dhe kemi qenë dy kështu ndër të paktët rocker të asaj kohe. Ermira në vitet e para të adoleshencës stilin e flokëve e ka pas goxha kështu provokativ për kohën,
sepse këtë pjesën e brendshme të flokëve e mbaja të qethur qose dhe flokët i mbaja të zënabisht këtu sipër. Unë i kom patanësh. Dhe kjo ishte avantgard, avantgard shumë e madhe për kohën. Sa shfaqesh edhe në politikë shtash me flokët e qethur në Ermin? Parlament. Po jo, realisht në çfarë drejgje ka ardhur politika jonë momentalisht nuk do ishte diçka jashtëzakonshme edhe ajo. Se jo. Pastaj në vitet, si me thanë, vitet e fundit të gjimnazit dhe vitet e para të pas gjimnazit, unë mbaja flokët tërësisht të shkurtra. Pa. Mund të ketë një ose dy fotografi që po rrotullohen atje edhe të asaj kohe. Do me thënë një vajzë adoleshente me, po themi, prirje për art, me interesim për artin, po që disi përfundoi në politikë, ndoshta për shkak të asaj se babai im për herë më citonte shkrimtar. Në stilin e veshjes, edhe unë ndjej po të njëjtën përgjegjësi, ndoshta edhe më të madhe duke qenë se bëhet fjalë për punë shtetërore politike, para atyre që më votojnë. Dhe absolutisht për mua aleanca me zgjedhësit e mi është gjëja më parsorë dhe imperativ në këtë punë. Me plot gojë je një mama në politikën shqiptare. Sa të kushton ky guxim? Jo big, po small mama. Jo, mund ta themi sexy mama. Je me plot gojë një mama në politikën shqiptare. Sa të kushton kjo në deklaratat e tua? Në raport me familjen time, në raport me, apo në, do me thënë mama në kuptimin simbolik. Po, simbolik. Po, atëherë besoj se jam një big mama. Atëherë besoj se jam një big mama. Po, je. Si që thash, kjo nuk është e lehtë, nuk është e thjeshtë. Shpesh herë kështu goditet, thumbohet, kritikohet, ironizohet e kështu me radhë. Unë vetën e llogaris si një politikane ndoshta shumë moderne, nuk e dija është kjo modeste ose jo modeste, prepotente, jo prepotente nga ana ime, po llogaris vetën se i përkas një brezi të politikanëve që guxojnë të flasin dhe të thonë edhe gjërat e vështira. Sot historia bashkëkohore e partive politike, organizimit politik, veprimit politik në Europë dhe Amerikë na tregon se figura politike të cilat besojnë në idenë dhe flasin për idenë, edhe atëherë kur kritikojnë ose guxojnë të kritikojnë, janë figura të cilat fitojnë mbështetjen e zgjedhësve apo votuesve. Dhe shembulli më tipik është në një nga modelet e mia të preferuara politike, që është Britania e Madhe, ku së fundmi si lider i Partisë Laboriste u zgjodh Jeremy Corbyn, që ka qenë njëri ndër kritikët më të zëshëm dhe më të artikuluar të çdo kabineti qeveritar të Partisë Laboriste dhe në veçanti kritik i ashpër i ish kryeministrit Tony Blair. Votuesit apo zgjedhësit laborist, ata që besojnë idenë, në të pan një iftar dhe mbrojtës të denjë të vlerave të së majtës moderne, pra, që është ashtu quajtura Partia e Punës ose New Labour në Britani. Dhe për mua këto janë modele nga të cilat unë dëshiroj të mësoj. Unë flas për vlera, unë flas për koncepte, unë flas për filozofi politike, unë nuk flas për muhabete çajtoresh, thashë theme, intrigat të ndryshme që janë shumë tipike në skenën tonë politike. Mendoj se këto duhet t'ja lëm një kohë të shkuar, qoftë politike, qoftë sjellje shoqërore në përgjithësi. Sa ndigjon muzikë, Ermira? Unë muzikën e dua shumë, unë shpesh herë kur bëj diçka në shtëpi, ose kur mendoj ndonjë gjë, ose thjesht si pun instinkti di edhe të këndoj diçka. Thash jam një rockere e papërmirësueshme, besoj unë, bilës të një nga ato fotot rrotullohet një foto me kapelën e Metallicës, dikur bendi imi preferuar ose grupi imi preferuar. Për momentin vetën besoj se e gjej më shumë të këto, si u thënë, indie pop, British rock and roll, ku ta di diçka si që do ishte ndoshta Coldplay,
absolutisht të preferuarit e mi janë Franz Ferdinand. Po, estrada shqiptare? E ndjek me shumë kënaqësi, absolutisht çdo emision që ka të bëjë me këto, me të reja, të rozë dhe me këto ngjarjet e estradës i ndjek me shumë qejf. Po, si këngëtare kë e kishe veçu, kush të pëlqen? Tash për momentin nuk e di. Faktikisht, unë nuk kam mendim të keq për asnjë nga këngëtarët ose artistët e estradës tonë. Unë mendoj se ne do t'jemi shumë krenar për, për hip-hopin, R&B-n, rock'n'rollin dhe gjitha rrymat të tjera të cilat i prodhojmë. Kemi artistë të cilët lirisht mund të konkurojnë edhe në MTV me cilësinë e zërit dhe produksionit dhe stilit të muzikës. Mendoj se në fakt ky avancim flet më shumë ti për progresin që ka bërë shoqëria shqiptare, pastaj të gjithë artistët shqiptarë të Maqedonisë, të cilët kanë arritur të depërtojnë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, se edhe këtu ka pasur një lloj kompleksi se ne shqiptarët e Maqedonisë jemi në margjina dhe jemi, siç na quajnë, më primitiv ose të prapambetur. Mendoj se ne i kemi thyer ato lloj klishesh dhe ato lloj tabush dhe absolutisht pa kompleks konkurojmë në skenë dhe në estradë. Po emisionet, sa ndjek emisionet Zbavice, Ermira, vetëm du t'jesh e real si Nevzat Bejta. Nuk e di si është ai i real, mendoj se kam frikë se populacia i mund bëjt dhe një gafë dhe unë gafat si kom qejf. Kishim një pyetje se sa ndjekin politikanë tonë në emisione të Zbavice, sa kanë kohë realitet. Kretushin kemi kohë pa kur kemi mundohemi, Nevzati tha unë kam shumë kohë për ndjek emisione. Shiko, unë e di çfarë mendoj, Bigu. Mendoj se është detyre jona dhe përgjegjësi si politikan që ta njohim edhe atë pjesë të shoqërisë dhe të, si më thënë, atë pjesë të kulturës, është pjesë e kulturës dhe një politikan po nuk pati informacion dhe njohuri për trendet, për ndryshimet, për llojin e muzikës, për artistët, për ngjyrat. Qa po do të në stradën, në krejt politika, në shqipje dhe neve. Absolutisht jam dakord, unë mendoj se është përgjegjësia jona, sepse si e shikoj unë politikën? Unë e shikoj politikën si një lloj themeli i cili duhet shtruar mirë që shoqëria Teleqikus të nderuar pas atmosferës me Adnan Dacin edhe me Agimin, po ashtu edhe promovimin e videoklipit të Hysniut, në radhë është një deputete, apo një politikane, një femër, një grua, shumë e suksesshme. Po mbi gjitha, nëse shohim se unë për herë të parë, ku kam dalë në televizion, është në emisionin e saj, kam nderin dhe kënaqësinë sot ta kem në një kafe me mamën Ermira Mehmetin. Ermira, mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën, Bigu. Të dëshiroj ty punë të mbarë, dëshiroj punë të mbarë dhe sukses të televizionit Njëstënje në Maqedoni. Faleminderit shumë, Ermira. Unë për herë të parë, do me thënë një e para politikane që në emisionin Një kafe me mamën, edhe pse jenë mësu t'jenë krejt artista, futbolista, artit, po pse jo, do të marim edhe politikan. Besoj se edhe ju jeni lodhmo me deklaratat lidhje politikës, lidhje me hallet e njerëzve, problemet e shtetit, kështu që pim kafen edhe të mësoj më shumë për deputetet jashtë se politikës. Në fakt më paraqet kënaqësi kur shkoj dhe jam mysafire edhe në emisione jo politike. Unë jam rritur në një atmosferë krejtësisht jo politike në fëmijërinë time. Jam marrë me artë, do me thënë jemi një familje artistësh, për herët tek ne në shtëpi është folë për kulturën, është folë për si me thënë problemet të ndryshme shoqërore, edhe natyrisht pastaj me rritje, me kalimin e viteve dhe politika ka zënë vendin e vetë, po gjithsesi se për herë kam kënaqësi që t'jem mysafire në emisionet cilat jo gjithmonë dominon politika si temë. Ermira, më thuj se si e kujtoni fëmijërinë tuaj?
se pak më herët e cekët se gjithmonë je rrethuar me art, me kulturë. Fëmijëria ime, ne jemi 3 fëmijë, jam unë dhe kam 2 vëllezër, Ermali më i madhi, Zamiri i dyti. Jemi familje shkupjane, do me thënë të rritur në Shkup, nana kam gjakovare, babën që sjeton më është i ndjerë shkupjan. Një familje tipike, do të thosha unë qytetare, e cila, si më thanë, është ballafaqur me të gjitha ato probleme dhe vështirësi me cilat ballafaqohet secila familje shqiptare në Maqedoni, në veçanti në Shkup, deri në arritjen apo në realizimin e ndoshta qëllimeve të tyre si prindër në raport me ne. Unë dhe Ermali kemi shkuar në shkollë të muzikës si të vegjël, të dytë kemi luajtur violin. Ermali sot është një violinist i diplomuar, ndërsa unë kam ndryshuar drejtimin tim. Po shohim edhe fotografitë pra thavi. Fatat e ndryshme, ja këto janë një nga pasionet e mia. Kjo është gjatë qëndrimit tim në Amerikë vitin e kaluar, bashkë me nënën dhe me djalin tim. Djali. Do me thënë një familje shumë tipike, por po ashtu një familje do të thosha unë me prindër relativisht ambicios, të cilët janë përpjekur me mundësitë e tyre që neve si fëmijë të na nxjerrin në sipërfaqe dhe të na udhëzojnë se si të ecim apo të marrim hapat e jetës. Nuk ka qenë e lehtë, po ka qenë goxha kështu sfiduese. Po je ndjerë e diferencuar për faktin si je rritur me 2 vëllezër. Po, si jo, për shkak se unë nuk kam pasur privilegjin e të qenit vërtet një vajzë hasreti. Zakonisht janë fëmijët e hasretit kështu të vastuar edhe pak më, po them unë, të privilegjuar. Përkundrazi unë kam qenë shtylla apo boshti kryesor, rreth të cilit janë rrotulluar vëllezërit apo të cilët i ka balansuar. Jam njëjtë ashtu edhe unë. Do me thënë e ke parasysh. Kështu që nuk ka qenë ndonjë privilegj shumë i madh, edhe pse natyrisht ka patur momentet e veta shumë të bukura në raport me si është ai raporti gjithmonë specifik mes bijes dhe të atit. Baba im ka qenë mbështetësi im kryesor, frymëzuesi im më i madh dhe figura e cila, si më thënë, më ka drejtuar apo më ka orientuar në jetën time. Po e ndje mungesën e një motre? Gjithmonë e kam ndjerë dhe e ndjej, në veçanti kur kam qenë e vogël, sepse logjika më thoshte ndonjë kështu logjik fëminore se një vajzë duhet ta ketë një motër dhe unë nuk e kisha. Po të gjejnë një njëjtën gjë edhe unë më mungon sa herë të kem një motër, edhe pse jam e rrethuar me shumë shoqëri të madhe, po ke pas ndonjë shoqe të ngushtë që ke thënë motër nuk kam, por shoqyre kam këtë. Koncepti i shoqeve të ngushta në jetën time nuk është, si më thënë, tipik, sepse unë shumë herët kam nisë të merrem me gjëra shumë serioze dhe shumë të vështira. E para njerë kam qenë, si që thash, shtylla e shtëpisë për më tepër arsye. Shumë herët në shkollë të mesme në vitin e parë gjimnaz, baba janë është sëmur rënd. I pësoj disa sulme apo infarkte gjakderdhje në tru dhe ajo e bëri që faktikisht të paralizohet. Vllai im i madhi ka situatat e tij të cilat opinioni një dhe nuk dua t'i komentoj më shumë dhe këto lloj sfidash mua më kanë ngarkuar ndoshta më shumë se një vajzë tipike adoleshente në rrethin tonë që thosh vetveten. Këtu tek ne po fole për vetveten dhe cilësitë e tua, kjo të merret ty si dobësi, si prepotencë. Ja, kjo është vera e vitit 2002, fushata e parë parazgjedhore. Ky është emisioni për fëmijë, një nga emisionet në televizionin e Maqedonisë. Ja dhe Ermira me flokët e shkurtra, i kam pasur edhe më të shkurtra, në fakt. Pra po thësha, këtu te ne po fole për vetveten dhe cilësitë e tua, me njerë të kualifikohen si narcisiste, prepotente, mendje madhe, si dikush që pas ka ndonjë opinion superior për vetveten krahasuar me të tjerët, por nuk është kështu. Dhe sa më shpejt që ne si shoqëri ta kuptojmë se në treg, në perëndim, atje ku pretendojmë të integrohemi, ne konkurrojmë me vlerat tona, së pari si individ,
atëherë, mbase do të arrijmë të ndryshojmë diçka në shoqëri. Unë vetën akoma dëshiroj ta shikoj si një model i femrës e cila ka ardhur në politikë për të hapur vend, për të krijuar vend edhe për femra dhe vajza të tjera. Dhe për mua, për shembull, një nga thënjet më frymëzuese është pikërisht thënia apo deklarimi i njërës nga modelet e mia politike, që është ish sekretarja amerikane e shtetit, zonja Madeleine Albright, e para sekretare e shtetit në Amerikë, e cila thotë ekziston një vend i posaçëm në Ferr për femrat, të cilat nuk i mbështesin femrat tjera. Dhe unë nuk dua të shkoj në Ferr. Nuk shkoj. Unë jam gjithmonë fitimtare, unë jam fituese. Ermira, më pyet kështu, e kishe ndru shkupin për Britaninë e Madhe? Pyetje e vështirë, sepse unë jam profiluar si personalitet njeri i cili, domethënë, është edukuar, është arsimuar dhe është përgatitur për të ndërtuar karrierën ndërkombëtare jashtë vendit. Që nga shkolla e mesme, kur kam ndruar gjimnazin me maturën ndërkombëtare, pastaj edhe Universiteti i Shtulit, edhe studimet e mia postdiplomike, të gjitha janë pjesë të një, si më thënë, arsimimi i cili ka për qëllim që individët i përgatis për të vepruar jashtë, domethënë në suaza ndërkombëtare, po themi. Por politika ka patur një ndikim shumë deciziv ose vendimtar në jetën time, dhe duke qenë se u përshiva shumë aktivisht dhe shumë herët në procese politike, unë vendosa që të ndaloj këtu. Për momentin jam pjesë e këtij procesi politik, nuk e di sa mund të zgjas, por nuk mund të them se jam definitivisht e vendosur për të larguar nga Maqedonia, gjithësisht nga zhvillimet, po themi, shqiptare. A je penduar për ndonjë veprim që ke bërë në karrierë deri më tani? E vështirë për ta thënë, nuk mund të them se jam penduar për ndonjë veprim apo për ndonjë vendim. Mund të them se secili prej nesh në fazat të caktuara të jetës ka dobësitë e veta dhe kalon nëpër dilema e kriza të caktuara personale. Mendoj se të gjitha ato në instancë të fundit kanë për qëllim që ta forcojnë ose arrin ta forcojnë karakterin e njeriut, diçka që popullor që i themi jam rritur ose jam pjekur ose siç thonë në Shqipëri jam maturuar. Mendoj se të gjitha ato momente dobësie në për të cilat kam kaluar unë, në fakt më kanë bërë më të fortë, më kanë bërë më të qëndrueshme, më kanë bërë më të vendosur dhe besoj se kam patur një ndikim në formimin e kësaj Ermire e cila është sot këtu para teje, para opinionit. Po më thuaj, cilat janë sfidat e Ermirës për vitin e ardhshëm? Sfidat e mia për vitin e ardhshëm, po shpresoj të fitoj formalisht titullin doktor shkence. E kam para finalizimit tezën e doktoraturës në të drejtën ndërkombëtare. Nëse do të shkohet në zgjedhje të parakoshme që duket se do të ketë zgjedhje dhe po që se unë do të jem duke zgjedhje, mos na latra, zgjedhje. Na bëni në koncerte, në po të kemi tema për të folë, që është shumë interesant, ndërsa kjo do të jetë një sfidë në kuptimin politik. Të tjerat, si që themi, duke pare, duke bërë, sfida ime më e madhe për momentin është që të arrijë të balansoj të qenit figurë publike dhe të qenit nën, të qenit prind. Kjo nuk është, si them, nuk është as e thjeshtë as e lehtë dhe nuk jam as e para as e fundit që po e them, por të qenit nën ka shumë kështu specificitete, kërkesa dhe pritshmëri. Politika po ashtu ka, si më thënë, telashet e veta. 2016 dëshiroj të jetë më e bukur për mua, për njerëzit, për shqiptarët, të jetë më e mirë se që ishte 2015. A je gatshme të drejtosh vullnetin e shqiptarëve nëse të jepet rasti edhe besimi? Unë besoj se tek unë shqiptarët, votuesit e mi, mund të llogarisin ose kanë një mbështetje, mund të llogarisin në një mbështetje, në një person i cili përpiqet që me nder t'i përfaqësoj
ndoshta jo gjithmonë të plotësoj të gjitha kërkesat dhe pritshmëritë e tyre, por absolutisht një person, e llogarizetën, i cili mundohet dhe investohet që fjalën e dhënë ta mbajë deri në fund. Nuk është, e kam thënë dhe po e përsëris, disa qëndrime të mia publike politike shpeshherë janë kritikuar ose janë quajtur rebele, por unë mendoj se përgjegjësia ime më e parë dhe më e madhe është para atyre që më votojnë. E din, ashtu siç ti ke edhe ndjen përgjegjësi kur del para publikut tënd, për këngët, muzikën,